Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj dite të martë, data 25 mars. Jemi drejt për drejt në Ora News, nisim emisionin Ora Juaj dhe për takimin e sotëm, jemi në këto 2 orë të parë të mëngjesit si zakonisht, në fakt nga hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 9. Dhe për sot fillimisht si për herë, do të përpiqemi që të japim pasqyrim të plot asaj se çfarë ka ndodhur së fundmi në të paktën 24 orët e kaluara përmes faqes sonë webit oranews.tv. Dhe do të kemi pas pak minutash në pjesën e komunikimit me ju. Me lajmet nga vendi në oranews.tv, si të kemi rrugë të sigurta, likaj gjobat nuk janë vendimtare për uljen e numrit të aksidenteve. Vepra penale janë shumë të rënda, ish prokurori Beci shpjegon sa vite burg mund të dënohet Velie. Deputet Lloku trashëgohet nga prindit e fëmia si pron, Lala tregon rastet e bujshme. Humbëm orientimin duke eksploruar malin e Priskës, policia shpëton 3 turistët grek. Marrëveshja me Italinë për emigrantët, ish kryeministri italian Matteo Renzi viziton të mërkurën kampin e Gjallit. Lëndohet kamarieri lokalit në Berat në kërkim autori. Foto dhe bisedat kërcen Artur Metani nga Belaja thelloi diskutimin Bushka Llagami Metani. Fati tragjik i palestinezës, 24 vjeçarja mundvaroset në Shqipëri të afërmit nuk kanë shkuar për të tërhequr trupin e pajet të Rajan. Shushica nuk dorëzohet, banorët dëbojnë makinerit e kantierit. Krui 26 vjeçari kapet me 1890 fara narkotike, ja ku i kishte fshehur. Moti i keq Durrës vonesa në nisjen e trageteve drejt Italisë. E pazakontë në Korçë ngacmoi 75 vjeçaren ndalohet i moshuari. Goditën 43 vjeçarin me aftësi ndryshe, flasin autorët, bëm shaka me të, por na shall. Shkodër e moshuara gjendet pa shenja jete, ja çfarë dyshohet. Lije në fuqi të gjitha masat për antarët e rrjetit që u godit të premten nga policia e Tiranës. Arrestohet 20 vjeçari në Tiranë pasi dyshohet se kreu marrëdhënie me 15 vjeçaren, procedohet dhe babai i vajzës. Kthyen banesën në Laknas në shtëpi bari, gjykata e Tiranës lë në burg 2 vëllezërit dhe punojësin operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Të shtëna në Kamës, Jakush është 38 vjeçari i plagosur. Pamjet e reja çfarë ndodhi në Kamës, policia u plagos një 38 vjeçar, qetëm një gëzhoj në vendin e ngjarjes. Manasiriu gati shkolla e re, Avni Rustemi në Tepelen me standardet më të mira. Nga mbrëmtymë toksik në Vlorë, Dredha kujtohet të shkojë në fushën e mbetjeve, urojmë ta fikim edhe pak orë durim. Viti dhe emrin ndron jetë moshuari i cili gjendej në banesën që mori flak në Bulqiz. Do shtona në Kamës të dhënat e para. Shqipëria si depo kriminale, qendrat e refugjatëve në Lezhë do të kthehen në burgje Ria Desimi. Ndigjet banesa në Bulqiz, lëndohet rënd i moshuari. Çmendet 68 vjeçarin Vaun Deos, ja çfarë tentoi të bënte. Ushtari vetmuar Jervis Martinajt, Elion Hato, do ta shiste në Tiranë, u kap me armë vete, arrestohet 24 vjeçari. Video frikshme, manovra të rrezikshme në autostradën Durrës-Tiranë, e pëson shoferi i kamionit. Merr flak fusha e mbetjeve në Vlorë, rrezikohen disa banesa. Rresha shiu në të gjithë vendin. Në zhvillimin nga politika. Beci Velie ka bërë detyrat e kryebashkiakut në qeli nuk mund të nxirrte disa urdhra. 11 maj, Bregu, grupet kriminale zotërojnë aq vota sa për të ndërhyrë në një qark. Në zgjedhjet Abileka e kandidatët në nënhetim
të mos kandidojnë përfshirë Sali Berishën. Feston ditëlindjen presidenti i Partisë së Lirisë reagon nga burgu. Doja t'ja veshja me shpull zuratit, qytetari Refren Ramës takimin me Bashën, kryeministri, edhe këtë ke bërë. Ish prokurori s'ka në ndosjen Velia, shtetuar vepra penale, procesin ndaj tij do të vazhdojë. Shqipëria spektakël në arena kombëtare, reagon Rama, bravo në Imanej. Çështja e Velia Beci herë e parë që arrestohet zyrtarin detyrë, tani e ka nisur detyrën e vet. SPAK. Vengu, rritje e buxhetit të mbrojtjes, nxitje e interesit të rinjve për t'u bashkuar forcave të armatosura. Rama viziton fabrikën e vajit në Memalia, investim modern. Berisha flet me shallin e Rugovës, në qafë nuk ishte vetëm një lider, por edhe një misionar. Ja doli të realizojë ëndrrën e shqiptarëve të Kosovës për pavarësi. Zgjedhja 11 majit, KQZ miraton sasinë e fletëve të votimit mbi 250.000 copë për 88 vende. Fushat 5D për deputetin 5D, këlliqin në hetim panavia e Velijet, fushat me Xhafajt, SPAK të veprojë. Mediat e korrupsionit i vërsulen gjykatës kushtetuese kundër SPAK-ut. Me kandidatët e Partisë Socialiste në Gjirokastër, Rama pas antarësimit në BE ndoshta lulëzon diçka për Partinë Demokratike. Si parade kompanisë Suan kaluan të Arbër Veliej, në i vllai kryebashkiak Erion Veliej dhe i vllai respekton drejtorin, i vendos emrin një rrugë në Tiranë. Fatmin Xhafaj bën fushat në drejtorin e PSD-s në hetim SPAK-u, kolegun Erion Veliej. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut përfitojnë parafinancim nga Bashkimi Evropian, Komisionerja KOS duhet të nxjisë zbatimin e reformave kyçe. Tufje Gjumë futëm Shqipërinë në NATO dhe hoqën vizat në BE, Basha Ramës u zgjodhe ti në humbushën burgjet me shokët e tu. Velia mbledhe online nga burgu, gazetari Hoxha në dalin të dhënat, opozita bën spektakël. Bega vizit zyrtare në Austri me ftesë të homologut Van der Belle. Agenda sem për rivlerësimin për Shqipërinë, Rama konfirmon progresin e pandalur të vendit. Tirana përpiqet nga mbeturina e Këllishit, Bashkia e Tiranë ka dështuar në të gjitha aspektet. Arrestimet në radhët e Partisë Socialiste. Rama, jemi aq të zot sa kapim edhe min tan, jo vetëm të komshiut. Alternativi jo sulm. Berisha mesazh kandidatëve 80% kohës me rrymë programin 20% me sulme. Rama prezanton kandidatët e Partisë Socialiste në Gjirokastër, skuadra e re për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Blushi rënja dramatike e eksporteve vazhdon pikatën e pandalshme, modeli dështuar ekonomik rilindjes zhduket në 11 maj. Berisha brenda mandatit 2025-2029, çështja e pronave do zgjidhet përfundimisht, nuk të ndalemi derisa të dalim në krye të rajonit me rrogat dhe pensionet. Zgjedhjet e 11 majit KQZ dërgon për verifikim të thelluar në prokurori 16 kandidat. Me këngën e Unikatilit në sfond, Basha i përgjigjet Ramës, 3 herë le socialistët me gisht në gojë. Berisha zero taksa për profesionet e lira dhe biznesin e vogël, ulje nga 15 në 2% të taksës së shitjes së pronës. Rama inspekton investimet në Sarandë, lehtësojnë trafikun, rrisin ofertën turistike. Basha në Athinë çafylli orame në çdo vrim nga një hajdut, jemi pro SPAK-ut, heqim vizat për shqiptarët me Shtetet e Bashkuara.
Shkov jo me lajmet nga rajoni. Bëhet e iqdor nga ideja se Vučić garanton stabilitet. Mediat gjermane paralajmërojnë mund të bëhet rrezik për Kosovën dhe Bosnjë tani që ka të lashe. I riu shqiptar në Greqi arrestohet pas incidentit me recepcioniste në hotelit. Gjyqi për tragjedinë e Koçanit, 300 dëshmitar nga hetime që përfshin zyrtar të lartë. 26 vjetori i sulmit të NATO-s në Serbi spahiu moment shumë i rëndësishëm për Kosovën. Kosova me vendim të guximshëm do të bëhet vend donatori i Bankës Botërore për të varfrit. Se certe unë, po të ti reagon vajza që pretendon se është e dashur e 19 vjeçarit në Vushtri. Epopeja Dukagjinit Haradinaj, NATO në qiell dhe UÇK në tokë, ndaluan përfundimisht kasapin e Ballkanit. Pronari vrau gruan pamje prekse nga ngjarja tragjike në Vushtri, bashkëshorti i viktimës vëduar në kokë. Ngjarja në Vushtri, fleti afërmi e vrau pronari i furrës së Bukës nga xhelozia sepse shkoi të punonte në një vend tjetër. Kosova nuk gjen qetësi, 2 vrasje me armë, pronari qëllon punëtoren dhe më pas veten. Santorini mirëpret anien e parë turistike pas tërmeteve. Greqia konsideron shqetësuese situatën politike në Turqi. Vjosa Osmani përkujton 24 marsin 1999. Të shtëra me armë në Shkup, 2 persona humbin jetën. Zbardhët motivi i atentatit fatal ndaj bashkëmoshatarit në Vushtri, të rinj konfliktuan për një vajzë. Armët zanore për të orientuar protestat, Deutsche Welle, teknologjia e përdorur në Serbi si ajo dikur në Rumani. Fundi i përpjekjeve për spastrim etnik dhe genocid, 26 vite nga fillimi i sulmeve të NATO-s kundër regjimit të Miloševićit. Ngjarje e rëndë Kosovë dyshuari në pranga, autoritetet zbardhin detaje. Vučić, unë jam Trumpi i Ballkanit, si CNN gënjen. Atentat në Vushtri humbet jetën 19 vjeçarit në Kosovë. Liria e shtypit në Serbi po përballet me një kthes të rrezikshme. Dialogu Kosovë-Serbi, 18 muaj pa një takim të nivelit të lartë. Ulqini nuk është në shitje, protestuesit detyrojnë Alabarin të tërhiqet nga tenderi në Malin e Zi. U dënua dhe u ndalua mbajtja e postit për 6 vite. Dodik do të rikandidoj për president të Republikës Srpska. Zëvendës kryeministri serb, komplotistët kundër Trumpit qëndrojnë pas protestave në Serbi. Jo me lajmin nga bota. Shkencëtarët ngelen alarmin, akullnajat nuk do i mbijetojnë shekullit të 21. Gripi i shpendëve kryeson listën e viruseve që mund të shkaktojnë një tjetër pandemi. Komisioneri i tregtisë drejt Shteteve të Bashkuara për të shmangur luftën tregtare, izraelitët vrasin 2 gazetarë në Gaza. Takimi Shqiptar-Rusi në Riyadh, palët përfundojnë pas 12 orësh diskutimet për Ukrainën. Ushtria izraelite arreston bashkëregjisorin palestines të filmit No Other Land. Eurodeputeti grek, asnjë bashkëpunim i BE-s me Turqinë për mbrojtjen për sa kohë ajo nuk respekton ligjin e detit. Kabineti Trump bën gafën e madhe, i dërgon gasetarit plane sekrete të sulmeve në Yemen, zbarden mesazhet. Do në shkruhet shumë shpejt Trump, marrëveshja për mineralet e rralla ka përfunduar. Kryediplomati rus Lavrov nga viti 91 ndarja e Kosovës nga Serbia në planet e perëndimit, UÇK financuar nga gjermanët e Shteteve të Bashkuara.
Zbulohet arti shkëmbor 200.000 vjeçar në Spanjë. Meta planifikon versione me abonim të Facebookut dhe Instagramit pa reklama në Britaninë e Madhe. Kremlini, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara duan zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Irani hapur për bisedime indirekte bërthamore me Shtetet e Bashkuara. Dita e 6 e protestave masive në Turqi kundër arrestimit të Imamoglu, demonstruesit këndojnë në valvisin flamujt turq. Jemi ende duke pritur për ju. Zelenski kërkon Vance të rishqyrtoj vizitën në Ukrainë. Arkeologët një qytet antik mund të fshihet nën piramidat e Gizës. Portugalia rrit moshën minimale për martesë. Marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. Erdogan, siguria europiane nuk është e mundur pa Turqinë. Shefi UNAIDS, shkurtimet e Shteteve të Bashkuara për ndihmën e HIV, kushtojnë miliona jetë. Mbyllet termocentrali bërthamori i Zvicrës, ekspertët zbulojnë shkakun. Futën ilegalisht me kamion. Në Britani një grua dhe një fëmijë 6 vjeç, arrestohet shoferi dhe 2 shqiptarët. Vijmë dhe me lajmin nga sporti. Kualifikuesit e botërorit, Anglia nuk e llogarit Letonin, vendos diktatin në grup i arenditja. Ndose nota Julian Shehu shkëlqen në debutim, Manaj dhe Aslani më të vlerësuarit. Fez dhe gola Shqipëria e fortë për Andorën, Uzuni bën detyrën përpara Portës. Me 2 gola ndaj Andorës, Manaj barazon Taren dhe Sokol Kushtën. Mungesa e biletave në sektorin ultras ndes konflikt, tifozët ofendojnë presidentin dhe braktisin stadiumin. Shqipëria nuk fal asgjë, Broja i bën të gjitha, por jo golin, i beson Manajt sërish. Eliminimi nga Gjermania, Spalletti nga goli i dytë morëm një mësim. Cristiano Ronaldo nuk lëshon të renda i Messit, nuk ndalet drejt rekordit historik. Krimi ndaj vajzës shqiptare u dënua 9 vite me burg, jeta e Robinjos pas hekurave. Barcelona synon gigantin gjerman për mbrojtjen, ankandit i bashkohet edhe Liverpool. Ferrara titulli Serie A, Conte dhe Napoli do t'jenë në garë deri në fund. Trajneri i Brazilit, Dorival Junior, konfirmon 6 ndryshime për sfidën kundër Argentinës. Thirrje naziste në stadium, Franca fiton me penalti, por 7 tifoz bien në pranga. Kapelo, drejtuesit e Juves duhet të bëjnë mea culpa. Interi me dëmtime, Inzaghi merr frymë pas përfundimit kombëtares. Ndeshja ndaj Andorës, Silvinho merr vendimin. Ferrari zbret në renditje, McLaren pushton vendin e parë me makina dhe pilot. Arbitrat do dëgjohen Serie A, diskutimet për varin do transmetohen në ekran dhe stadium. Çalhanoğlu dua Champions League dhe topin e art, Aslani meriton më shumë. Mbappé, elozhe për Manjan, kemi një portier që bën diferencën te penaltit. Morata rinovim me Inzaghi, formalitet Serie A të bëhet me 18 skuadra. Foda krenar për arritjen e Dardanëve me këtë shpirt edhe në qershor, spektakël në Nations League përcaktojnë 4 gjysmëfinalistët për titullin. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit që ne ju përcjellim çdo ditë përmes faqes sonë të webit oranews.tv. Momenti për të kthyer në studio dhe për të vjuar programin me telefonata e bashkëbisedimin me ju. Ora 7:20, bashkohuni në 068 60 54 639 068 99 00008 në këtë mëngjes të kësaj të martë të datës 25
5 mars 2025. Jemi drejt për drejt në Ora News në Radio 96.7 MHz dhe në live stream në oranews.tv për gjithë ju që doni të na ndiqni dhe pse jo të bëni pjesë e emisionit duke na telefonuar si gjithmonë 068 99 00008 068 60 54 639 ku do të jemi së bashku edhe sot në takimin e radhës deri në orën 9 nga hëna në të premte. Mirë, ju presim në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 në këtë mëngjes 7:21 ora, sapo ju përcjellëm në njohur me lajmet dhe zhvillimet kryesore përmes oranews.tv dhe tashmë është koha për të gjithë ju që doni të na bashkoheni dhe bëni pjesë e emisionit përmes telefonatave, por pse jo dhe përmes mesazheve në rrjetet sociale. Kemi telefonat e parë për sot? Presim pak momente. Ju kujtoj edhe një herë në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë e takimit të sotëm Urime Shqipëria. Po patjetër Urime Shqipëria. Mund ta thoni pak më herët, po ja. Na e kujtojnë ata që na ndjekin. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Desha t'ju pyes atë ai ligji për njëjën e viteve të punës edhe për ushtarakët. Po? Ka qenë zbatim apo jo? Cili për njëjën e viteve të punës? Patjetër. Nga 8 dita deri në 94-ën. Po nuk është për ushtarakët, për ish kooperativat. Po ushtarakët nuk i Po jo, ligji që thoni juve, që është miratuar pak kohë më parë, pa, nuk është për ushtarakët, është për ish ndërmarrjet bujqësore dhe ish kooperativat bujqësore. Nëse e keni për të pyetje. po për këtë. Është për ata të cilët kanë humbur vitet në ish kooperativa bujqësore dhe ish ndërmarrjet bujqësore dhe që nuk i llogaritën për efekt pensioni sepse nuk gjenden në dokumentacione. Por në për institucione shtetërore, ata që kanë punuar për institucione shtetërore. Nëse nuk ekzistojnë vitet me gjyq. Më kuptoni? Ju falenderoj. Asgjë fare, të lutem. Punë të mbarë. Ditë të mbarë dhe për ju, faleminderit për telefonatën. Okej, kemi përcjellë kështu telefonuesin e parë të kësaj dite të sotme, presim të tjerë në 068 99 00008 068 60 54 639 me Italinë ka kaluar, po pra. Po. Mirëmëngjesi. Alo. Kemi apo jo? Okej. Mirëmëngjes, shkoj me tjetër. Alo. A e mbyllë, okej. Këtë pra thuaj. Po. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Urdhoni flisni, lutem. Përshëndetje. Shëndetje. Ironjës deshe këtu dhe ju jeni. Po vetëm ulë zërin televizorit, të lutem. Po tjetër. Shiko, desha të kërë diçka për drejtësin, për një ngjarje, a ka mundësi kërë diçka, po? Më thuaj. Në vajbu. Kam i qështë pronësijet me do të mitë, kështu, por desha me punë për drejtësin më dhe, sepse e kam që qeshin dhe me, në thanë, në të në instancët e shtetit e drejtësisë, e këta në pas më kosë më ka marrë kush për basë. Desha me thanë, desha me furritin për rastin e që janë bë, të me thanë, janë alë qeshje penale për të sush më të epër, se kanë të dërsu janët dhe përonat e kanë bë, se kanë pas qefën. E kam që qeshjen gjithmonë në qoftë në prokurorin e Radhës Shkodrës, në qoftë të zoja eni, do shme dorë më të për të zoja eni, që ku e kam që qeshjen e të me thanë ndula publikësi
e ke fitu me kështu, po nuk e çej punën dhe vetë për një arsye isha më shpjegu më tepër sepse harxova shumë mas asaj shoqë Zoe. Po pra, po. Nuk mendoj që është etike, për mendim emra ndërkohë që nuk ke mundësinë për të reaguar dhe ata. Apo jo. Mendoj unë, ë? Reaguar. Shkoj me tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Aje, ka shtypur butonin e thirrjes dy herë. Mirëmëngjes, telefonata tjetër. Alo. Urdhroni flisni. Ule zërin televizorit, të lutem. Zonjë. Kam një problem për pensionin. Po do ta ulësh pak zërin televizorit, të lutem? E ula. Më Kam thuaj. një problem për pensionin. Nuk kam paguar, se kam qenë smur edhe burrin smur. Okej. Edhe tashti po bëj 4 vjeçë, po vete 64 vjeçë. Na ajo që s'kam paguar, çfarë të bëj? Ose do paguash për të dalë tani në pension, ose do presësh moshën 70 vjeç për pension social. Faleminderit. Të lutem, zënë, faleminderit e ty. Në studio, kthehemi në pjesën e dytë të programit, ora 7:31 minuta. Flasim për ujin, e dini tash për që zgjidhja e dur dhe vetme është Ecosop, do ta abononi aty me vetëm 12.000 lekë të rinj, imagjinoni sa në vit, jo në muaj, në vit, mos u tremni. Megjithatë është një shumë e papërfillshme. E para sepse kemi të bëjmë një produkt që i shërben shëndetit tonë dhe të familjarëve tanë, por mbi të gjitha është një produkt që e gjeni me pak shpenzime nga sa keni aktualisht. Mos eksperimentoni me shëndetin tuaj, sidomos në këto kohë vërtet të vështira me shumë të panjohura për sa i përket problemeve shëndetësore që kemi parë vitet e fundit. Jo vetëm këtu tek ne, por në të gjithë botën, për arsye që si jemi këtu për të diskutuar se duhen orë të tëra. Telefononi 067 40 40 504 për të pasur Ecosoft në shtëpinë tuaj dhe për të hequr nga mendja dhe nga agenda një problem më tepër në përditshmëri. Faleminderit Ecosoft, i rikthemi komunikimin me ju për këtë pjesë të dytë, ora 7:32 minuta. Mirëmëngjes telefonata. Edhe numrat, ju lutem. Po, aq kemi të gjithë. Alo, përshëndetje. Nëse i numëron kështu, po. Alo. Po, Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, jam një pensionist, ta ndërgoj një lek fëmija ande na Gjermania, e na mbajnë edhe andeja kur i dërgojnë, edhe këteja, është e drejt apo jo? E di, tani e drejt, kjo është e mendimi, unë themi jo, nuk është e drejt, por... Po si mund të zgjidh këtë problem? Të t'i kalojnë llogari bankare. Ndoshta së mbahen aty. Në bankare këtu me bankare të goj. Po pra, t'i ka sjellë në bankë përmes rrugës bankare. Po. E sa të mbajnë? Po janë 40, në Gjermania për 1.000 euro, 40 ja ka shemajtë që përsa ne, ja 40 i mbajtën prapë këteja. Ja 80.000 lekë. Okej. Ose t'i sjellën për vjetë mënyrave të tjera, pastaj që s'jam këtu për t'i thënë se... Jo, unë them si është e jo, drejta. ligjërisht, cila e drejtë? Kjo është ligjore, kështu funksionon, mbahet komisioni, pastaj është e drejtë apo jo, edhe po të themi pone, dhe jo, ajo njësoj do vijojmë, kuptoni? Se kështu funksionon, no? Po, kështu funksionon. Nuk është se i mbajnë kot ata, në kuptimin e abuzimit. Ajo është përcaktuar në rregullore dhe në mënyrën se si funksionon institucioni. Nëse se dimë, jo se si është rregulloria. Po, ashtu është nderuar. Ose mund të gjesh pastaj mënyra të tjera alternative për të t'i sjellë në rast se të sjell shpesh se... Jo, tjetër e sa pa i. Se po të sjell shpesh janë goxha lek të humbur ato pastaj, se për një transfer. Na ka marrë goxha. Për një transfer. Për 1.000 euro 80.000 lekë. Po pra. Okej, mirë dashur, falenderoj shumë. Mirë. Ditën mirë thot, po nuk ti mbajta unë më shpirt. Mirë thot. Mirë s'ka gjë, më jep nesër. Mirë, çfarë them. Presim tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Alo.
Nuk flet. E mbyllim dhe presim tjetër në 068 60 54 639 068 99 00008 në fillim të kësaj pjese të dytë ora 7:34 minuta. Jemi drejt për drejt në Ora News në Radio 96.7 dhe në live stream si për herë në oranews.tv. Kemi telefon? Mirëmëngjesi. Alo. Do flisni apo jo? Shkoj me tjetër. Alo, mirëmëngjesi. Urdhoni. Mirëmjes. Urdhëroni, mirëmëngjes. Jam një pensionist, për shembull, kam marrë çdo muaj me gjithë shtesën kompensimin e energjisë ka 110.000. Shkurt më kanë dhënë 97.000, nuk e di, kam shkuar te ke sigurimet, s'ka njeri. Kanë lënë ja di numra atje të s'komunikojnë. Të kanë hequr kompensimin apo çfarë? Po nuk e di, nuk të zgjidh aty, për shembull, derisa kam marrë 97-13.000 lekë më pak, ndoshta thon unë kompensimin, nuk e di. Po shiko, kur e ke bërë aplikimin që ke marrë, ose më saktë sa kohë ke që merr kompensimin? Po kam gati 2 vjet që kam marrë kompensimin. Ose mos ndoshta duhet të rinovuar ajo i dashur. Po duhet me pyet aty ke mbania. Po duhet me pyet aty sepse ne nuk na lejohet pyesim. Mirë, faleminderit. Falenderoj edhe ty për telefonatën. Punë të marr gjithë mirë. Ditë mbar për juve. Telefonata mirëmëngjesi. Alo. Urdhëro. Në Klodin do të flas, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeti, si kalon ti? Mirë. Po jam i banor të nga fshati Shpela, bu, në sakon një shulli aty në Shpela, në lëm padrita, si do bëhet? Kush të lë padrita? Po një dy, një shulli në sakon aty ka pinë me gjithë, sa kanë të afkan aty, në sakon një në... Po pse e stakone? Aty padrita, dhe me në të nga thonë, nga qa një pytë nga thonë me në të të. E kuptova, po pse e stakone? Po ju pëlqen vetë aty se ju pëlqen vetë aty se janë të ditur ata. Ka di vetë ne dalë aty shpëlinë. Ka di ne vjen ona pastaj ne vëzim dritat. Më nderuar, për çfarë arsye fikin dritat ata? Po nuk e di ne ata, nuk e di, nuk e di. Pyeti ti ata për çfarë fikin. Nuk e di për çfarë fikin. Ti s'ke drita, unë ti pyes? Po tash un kam po atë sakon. Të fikin po nata e fikin. Mirë valla. Ti je mirë. Ai nuk ka. Shkoj me tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes, punë të mbarë. Mirëmëngjes. Rrof për durimin që nga dëgjon për disa gjërat. Faleminderit. Do ketë ndonjë rritje për pensionet këtë muaj? Jo. Asë një dhurata gjë, ha? Nuk është të gjë. Shëndet e punë të mbarë. Faleminderit. Ditë të mbarë dhe për ty. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë me tjetër, ora 7:37. Nga dalë. Në përfundim pjesës së dytë. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Urdhoni. Mirëmëngjes. Klodi? Ule zërin televizorit, të lutem. Klodi? Klodi jam. Po, jam një qytetar nga Laçi, desha të pyes për vitet e punës. Po. Kam nga 3 vjet të vitit 73, 76 që kam ikur në ushtri. Deko në normale bujësore, dokumentet janë djegu ja kanë humor, nuk e di si do veprohet me këto. Po çfarë moshe keni ju? Unë jam mosha 65 vjeçare, tash do plotësoj për vitet e... Po do bësh kërkesë për t'ju njohur përmes këtyre formave që do, mes këtyre formave, përmes ligjit që u miratua. Ligji ka dalë që nifen? Po. Një fjalë do bëj kërkesë ku ke... Te sigurime shoqërore. Te sigurime shoqërore? Patjetër. Mirë, faleminderit. Faleminderit ju për telefonatën e nderuar. Ikim me tjetër. Mirëmëngjes. Ky ligj me 7501 si funksionon? Në bazë të ligjit 7501. Po.
Kam 7 vite që kam edhe pronat, në 9 vjetë, që kam pronën time, edhe letrat kanë dalë akoma. Po pra, këtë më thua, jo si funksionon ligji. Pra ti ke marrë një pronë me ligjin 7501, apo? Edhe që toke kam pronën e babajt, të gjyshit. Po, dhe ke futur dokumentet për ti bërë me certifikat pronësi. Okej, faleminderit aty. Shkojmë me tjetër? Urdhë? Alo, mirëmëngjesi. Alo? Flet? Okej, presim tjetër. Përshëndetje. Zoti Klodi? Urdhëro. Zoti Klodi? Po, Klodi jam. Përshëndetje. Përshëndetje. Zoti. Jam i qytetar besimtar në Vlorë. Okej. Të lutem do të lë një amanet, po mundet lidhë me ata të komitetit musliman, se kanë ngatëruar kalendarin e Ramazanit. Se? Se dhe më përpara ka qenë që një këngë e shkruar edhe e kënduar 30 ditë Ramazan të nesërme në falet Bariam. Këta e kanë zgjedhur muajin e Ramazan me 29 ditë në për kalendar kanë dhënë datën 30 ditë Bajrami. Mos janë gabim. Si datë 32? Datë 32 nuk ka. Të lutem. Më thuaj se nuk e kam, pra ma shpjegoj që të di dhe unë si të flas pastaj. Ule zërin televizorit. Ule një zërin televizorit, zotri. Mund të pyesësh në komitetin musliman ose të prononcojnë ata që të dinë dhe ne besimtarët që mbajmë muajin e Ramazanit. Sa ditësh Ramazan, 29 apo 30? Po sa është pra si? Se në moshën time që kam agjeruar dhe më përpara, Ramazani ka qenë për 30 ditë. Ky muaj si vjet na del me 29. Po si del me 29, pse? Nuk e di që s'm kuptova. Jo, të dëgjoj, po pse del me 29-ën? Kur ka filluar? Ka filluar në datën 1. Ka filluar në datën 1 mars ditën e shtunë. Më dëgjon. Ka filluar në datën 1 mars ditën e shtunë dhe përfundon në senancë se 30 ditë Bajram e kanë zënë për kalendar ta. Dhe mund të jetë gabim. Të pak në gjuna mos angelet neve, ne agjerojmë se nuk ta bëjmë me 30 tamam se që kemi bërë gjithë jetën. Mundesh do të pronësoj? Po do u them, po nuk e di nëse është madje do u shkruaj edhe tani live. Po nuk besoj që të jetë gabim, se kam përshtypjen që ata janë të përgjegjshëm për këtë gjë, ëh? Unë mendoj që është gabim, se thash jam moshatar dhe nuk kam agjeruar në një 29 ditë. Dhe mund të jetë gabim. Okej, mirë. Në qofse mundesh të lutem. Do pyes. Ja po shkruaj që tani madje, u bëra unë kurioz tani. Të marrim në një njoftim besoj. Okej. Faleminderit. Ditë mbar. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Flisni, lutem, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një zoj nga Reti Korçës. Më dëgjoj nga telefoni, lutem. Kam shtëpi në emër të Vjerit. Edhe... Ule zonjën e televizorit, të lutem, zonjë. Edhe dua të trajt në emër të burit. Çfarë procedura duhet të marr, çfarë? Ti ja si procedura ai, bashkëshorti do aplikoj. Po ti jo. Aplikoj. Po Vjerim ka vdekur edhe certifikat vdekje ku mund të... Do shkoni te noteri një të bëni çeljen e dëshmisë trashëgimisë. Po. Dhe pastaj do aplikohen kadastër për ndryshimin e emrit. Në rregull. Është pronë që i takon vetëm djalit si trashëgimia apo edhe fëmijëve të tjerë të... Po, edhe fëmijëve të tjerë se ka... Në rregull. 4 fëmijë. Okej. Aty pastaj do përpjestohet sipas ligjit, po do shkonin te noteri të gjithë. Ata të cilët janë pjesë asaj prone dhe më pas do vazhdoni me procedurën. Mirë, shumë faleminderit. Të lutem zonjë. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Mirë dëgjofshim. Bukur. Jemi
në 744 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Okej. Alo, mirëmëngjes. Alo. Urdhë? Rregull, presim pak. Alo, përshëndetje. Alo. Alo? Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ule zërin televizorit, të lutem zërin. Gjë. O jam një zoj dhe unë nga Tirana që interesohem dhe për kratë personi që tha për punin e Ramazanit. Përmi, ule zërin televizorit, o shpirt. Edhe unë ka mazhnu që në moshët që në vitin 90. Po? Edhe është rasti parë që na din Ramazani me 29 ditë. Që është duket një diçka absurde. Është rasti parë. Okej, unë do bëj një telefonat live, do përpiqem. Po, se nuk, edhe ne ku kena zhnu kaq vite, edhe gjithmonë 30 ditë, si ka mundësi ky vit deri Ramazani 29 ditë. Okej. Apo pak mërsi, na sqaroni pak. Ja, po përpiqem të lidhem tani se u bëra kështu. Po, është e vërtetë që kjo është diçka mund duket komplet që do jetë gabim. Okej. Nëse do më përgjigjen, do ja u përcjell live. Dakor? Rrofsh, faleminderit, shumë faleminderit. Edhe ju faleminderit shumë për telefonatën. Përpiqem të marrim informacion, por të shohim. Po patjetër, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shherët. Urdhroni. Klodi. Si? Unë jam një familje në... Po, ule zërin televizorit. Alo. Alo. Po, ule zërin e televizorit, të lutem, të tha 1000 herë regjia. Alo. Urdhëro. Kisha pas nevoj me ditë në si mund letë që ne këtu në Shkodër kena i problem të këna e nda certifikatat e pronësisë. Dhe unë kam shumë nevoj, jena 2 pleç pa fëmi, do të lanë një testament nipit tem, si është interesu për mu. Nuk kam certifikatën e pronësisë si kam dalë atë. Qa mund të rrugët tjetër mund të njeki? A keni aplikuar në luar? Po si, kam apliku që është në 2006. As të ka da legalizime? S'ka dalë. Po shiko, vetëm gjë që duhet më nisësh është një... Ato pa certifikat të pronësisë nuk bëjnë, nuk bëjnë marrin asnjë. Nuk bët ajo se si ti referohen pronës, nuk ka të dhëna, po më dëgjoj pak. Më nisni dokumentin e aplikimit. Në cilin numër me ta nisë me këta? E vetë deklarimit, po, dhe pastaj. Me këtë numër telefonit, Klodit, Po, i ndëruar. Ato që i me foto, Po, vetëm dokumentin e vetë deklarimit dhe asgjë tjetër. Mirë, faleminderit. Falenderoj ty për telefonatën. Po, që... Gjithë mirat i ndëruar, ikim me tjetër, jemi në fundin e pjesës 2, 068 99 00008 068 60 54 639. Mirëmëngjesi. Shëndetje. Urdhëro. Gazetarin dhe shbizjeta. Lodi, jam urdhëro. Lodi, si jeni? Mirë, si jeti? Ishka një problem të vogël. Po. Kam respekt për tyja si gazetar. Shumë faleminderit. Ishtë nderuar. Desha që pjesja për këto ligjin e rritë, këse për presionet, a dala, jo, nuk dim gjë, për këto të kooperativave, të drabare qëtore, nuk për... Po, ka dalë. Për nuk di se veprohet si bëna. Thjesht duke bërë një kërkesë të sigurive shoqërore, nderuar, me shkrim. Drejtoria rajonale, Po, se cili aty në drejtori rajonale, ku banon, në Shkodër, në Sarand, në Durrës, në Tiranë. Po këtu Tirani jam unë, por nuk për e kanë dyrë para të zyrat atje. Jo, dërgohet me posta, jo? Posta? Post. Shumë faleminderit i nderuar. Asgjë fare, të lutem. Faleminderit e ty për telefonatën. Presim tjetër në pjesë të dytë.
Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Alo, mes. Urdoni. Në Flodën? Flodën, po ule zërin televizorit të lutem. Fal. E kam marrë fare. Po flisni, uleni zërin. Ule zotëri, ule mo zërin dhe flasim normalisht. Gjamo. Ka dhe shpërdimi, i që më ndë për martën, Si, nuk të dëgjova. Ka dhe shpërdimi, jemi invalid. Ka dhe vëllim për që më ndë shpërdimi për martën? Paguash nga bashkia apo nga sigurimet? Jo, bashkia. Jo, nga bashkia jo, nga bashkit jo, nuk ka. Ne pa me parë, shme pa. Faleminderit shumë. Edhe ty. Shkojme tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Kemi telefon? Okej. Shlarguar. Presim për pak. 7:50 ora në 068 99 0008 dhe 068 60 54 639. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po. Alo. Urdhroni. Alo. Ule zërin televizori, zotri. Alo. Po. Që të bëj një pyetje. Bëje. Ba, kërkesa që e lërenjë, për rishkërtim pensionit që me 12 janar. Nuk e dëgjova. Mas më parë për ligje. Nuk e dëgjova. Kam bë kërkes për rishkërtim pensionit, se nuk më kam dherë komplet. Kur e ke bërë? Që me 12 janar. Edhe akoma s'ka dalë përgjigje në të e livelinja. Po ke kontrolluar? Kam kontrolluar shumë herë, sot s'ka përgjigje. Si ka mundësi, si ka mundësi që të vënojnë ka shumë. Po, se di, shiko, presim edhe 1-2 ditë, se në disa raste që kemi pyetur, sikur deri kaq ka shkuar si afat ditor në përgjigje, dhe lidhemi prapë pastaj. Mirë? Kjo ishte pyetja e parë dhe tjetër nëse ke mundësi të më ndihmosh. Po, patjetër, më thuaj. Në dokumenta. Si? Kam 3 në dokumenta. Po? Kam 30 vite pune me gjithë ushtërinë. Aty me ka dalë 110.000 lekë pensioni. Si ka mundësi kaq pak? Po pra, e njëjta pra, i ke bërë kërkesë për rishqyrtim pensioni, kështu që e njëjta gjë është apo jo? Atje, po bërë kërkesë nëse unë i kam me... Po pra, po është shumë mirë ke bërë, prandaj thashë, presim edhe pak ditë, edhe të pyesim pastaj në rast se nuk do të kesh përgjigje. Në pyet sigurisht është gjatë shumë, prandaj pyeta. Ka nuk do për afërsis tani. Nuk je ja se ku e po sa mund dali. Kurdo që po prandaj thash pra që mund të dalë edhe këto ditë dhe po çon si ka pastaj, edhe sot po të dalë edhe pas një jave, në rast se është llogaritur gabim ty do të kthehet gjëja e munguar. Ma kupton? Pra nuk humbet asgjë nëse zgjatet edhe për 2 apo 3 ditë përgjigja. Jo, 2-3 ditë prit muaj të presë edhe të muaj. E kuptova, po thash të presim edhe 2 ditë sepse na ka ndodhur në disa raste që për afërsisht kaq kohë i është dashur institucionit për ta shqyrtuar si procedurë. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Klodi. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si e mirë? Si jeni ju? Mirë. Po jam qytetar nga Fushkruja. I qytetar nga Fushkruja. Po të dëgjova, urdhëro. Po janë pensionist i parakom si kontrak. Po? Bëjnë fushat si të majtë, si të djathë, si Saliov, si Edi. Po të na heqin ato, ka matë vënesë dhe dritëve ka 30 vjetë, 25 vjetë qysh.
që është në kohën e partisë punës e mrapa, ne ka lënë kamat vënë ne pensionistët paguajmë drita, kamat vënesa. Në atë kohë s'ke 8.000 euro, 7.000 euro, 9.000 euro. Në atë kohë s'ke qenë pensionist ama. Po, s'kam qenë pensionist atë kohë, po ka qenë baba. E kuptova. Ka qenë baba pensionist. Po. E të shtet, ti shikojnë ta pensionist, unë jam pensionist, ka 70 vjetë pensionist para kosh, jo shtrak, ma 100.000 lek, 20.000 lek. E ti shikojnë ta, të interesojnë ta, ka ma të vënese dhe dritë, përse na mor jetë në. E kuptova, okej. Dhe pa shefe s'punën një tjetër, nëse ku ti ka, grunë pa punën. E kuptova, Ti shikojnë ta i drejshall, ti shikojnë ta. Alo, kemi telefonat? E fjallë të shufë, të mëroj reklama, po... Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Urdhëroni, si jeni ju? Mirë. Jam një banor i fshatit Kashar. Po? Kam përshqyrë të herë me ty, po... Më thuaj? Një dyshu. Kam dalë në këmë bashkije. Po? Edhe nuk e di, a përfitojnë ai ringushim dritash? Jo, i nderuar. Është për pensionistët. Nuk përfitoj kjo, Jo. E dyta po da bëj kërkesë për karrocë elektrike. Më fele numrin ke... E di, nderuar, shpresojmë që ta arrim, por deri tani nuk... E di, e kam numrin tënd, ja ku jemi. Një sekund. Jemi me... se kam një... U bona 10 muaj me shënë të avant, s'kam pa dritë e djelë në së. E di, me 800 në fund, po e kam pa merat. Po, me 800. E di. Do të njoftoj në momentin e parë që do kemi mundësi. Pa, zotin bëj shik për pjekë, se u kajtë, po... S'ke faj. Mirë, të shpresojmë. Po, zotin ma, inshallah... Faleminderit shumë edhe ty. Edhe ty, nderuar. Më të mirën, shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Fredi. Përshëndetje. Jam një qytetar nga Barançuri, mirë mjesjerë dhe urime për emisionin. Faleminderit shumë. E kam fjallën të këta për njërkurit, me thënë drejtën se ne po ikim me shkojmë punë tonë. Fjallë të mira na japin një sot jo nesër, dikur e kam mirë fare atë. Ashtu as na japin përgjigje fare. Po për çfarë? Për kisën e 4 të për njërë. Është dukur shpërndar i 4 ti? Është dukur shpërndar? Po. Faleminderit. Faleminderit e ty. Edhe inshallah jeni mirë familjarisht. Faleminderit. Në pas. Ju dëgjofshim. Më dëgjon? Po, urdhëroni zonjë. Desha të ngrinja një problem për këto gjyqtarët. Ne kemi pasur një përonët mbi vendosur. E kemi zhvilluar një gjyq shumë vjeçar. I kemi fituar gjyqet në të gjitha shkallët, në rreth. Dhe është bërë rekurs në gjykatën e lartë. Kemi 7 vjet e gjysmë që po presim për këtë gjyq. Ikën prindrit. E kemi të trashëguar për prindërve. Ikën prindrit, nuk e gëzuam. Jemi në një moshë madhore që nesër pas nesër edhe ne mund të ikim. Kur do ta gëzojmë këtë lloj prone? Saktësh. Prandaj ju mora juve në telefon, sepse me një respekt shumë të madh për ju ndjek çdo ditë dhe për të gjitha problemet mendoj se ju kthem përgjigje të sakta nga ana juaj. Po, e vërtetë është, në fakt, shiko pak, e nderuar. Ka një problem të kjo e gjyqeve që edhe nëse ne pyesim, nuk na japin informacion. Nuk na japin me argumenti që nuk jemi palë interesuar, por ne nuk përpiqemi në asnjë rast për të qenë palë një proces gjyqësor ku janë 2 apo më shumë të interesuara për të zgjidhur një çështje të caktuar. Ajo që ne themi është që kur e merr drejtësinë qytetari, se kjo është e rëndësishme në fund ditës. Po patjetër. Është ajo që thatë ju, në rast se kjo gjëja do të vazhdojë edhe një 5 vite të tjera. Po në një 7 vite sa jemi. Nuk i shërben më askujt, por jo vetëm për këtë fakt, por për të gjitha, se jetës nuk i dihet.
kemi që në 2017 që po presim. Prandaj po them, ose ka një mënyrë apo variant pastaj që nuk e di se sa do të rezultojë i suksesshëm apo jo, që ju ose përmes avokatit në rast se keni, ti drejtojni gjykatës me një letër. Ti drejtojni gjykatës me një letër ku të shprehni aty dhe disa argumente të tjera për ta përshpejtuar çështjen në rast se ata pastaj do ta marrin. Domethënë nëpërmjet avokatit që kemi. Po, nëpërmjet avokatit ai bën një kërkesë me shkrim drejtuar gjykatës dhe gjykata pastaj shqyrton bazë argumenteve që ju keni përdorur aty. Shumë faleminderit, i respektuar. Shumë faleminderit e ty. Uroj më të mirë. Faleminderit. Ditë mbarë dashur. Presim telefonat tjetër në këtë pjesë të tretë që është larguar në 068 899 00008 dhe 068 60 54 639. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me Klodin flas. Klodian. Po, unë jam Antoneta Kaiku. Kam, ashtu si po thoshte ajo gruaja para forcë që ka gjyqet që me 2016, unë 2014 kam mbaruar gjyqet për lirim dorëzim sendi me Gjergjiu. Dhe si përfundim, vetëm ankesa tek tit me përmbaruesit që kam truar 3 përmbaruar, tash janë me përmbaruesin shtetror. Dhe zot më janë në fjalë në 2021 ma pas ka bërë shpallje për legalizim dyqanin të marrë me qira. Që të këtë pjesë nuk e ka marrë bashkëpunar, as ka lidhje pronë fare, me kontratë 5 vjeçare ka hyrë, i ka bërë mbylljen e kontratës qirar, ka vazhduar gjyqet sipas rregullave, ka shkuar deri në kushtetuese me ankesat e zotnisë. Dhe në të gjitha, me fjalë nuk ja kam pranuar. Dhe unë sorollate më bëra 10 vjet që kam mbaruar gjyqet, sorollatem dhe akoma nuk ka shumë. Megjithatë, në 2014 zotnia na pas ka bërë dhe kërkesë për legalizim. Sikur kjo pronë nuk është prona ime, më ka bërë regjistrimin e pronës në hipotekë, më është bërë numri o pjesës oborit që janë ato numrat unë si meshja vesh në atë kohë dhe certifikatën që morën punë e dëvzova direkt në gjykatë. Dhe në basa si vendimin, më bëri mbylljen ajo. Tashi, me përmbaruesin shtetror, duhet të bënte pyetjen ku ndodhet kjo pronë në bazë kësaj kontrate qiraje, jo në bazë të këtij vërtetimit pronësie që mora unë. Nuk e dija çfarë më ishte bërë në hipotekë. Kam 10 vjet që shkoj në hipotekë, çoj dokumentat që nga origjina pronës dhe sot e kësaj dite nuk kam përfunduar akoma që ta marr pronën. Po më thonë që është pronë shtet, ka ndërtim pa leje. Kur thanë ka ndërtim pa leje, në janar mbase e çoj zotnia, e çova dhe unë te legalizimi për shtesa transore. Po. Dhe si përfundim dhe unë jam në proces dhe tha nuk do bëjmë asnjë veprim derisa të mbaroj kjo puna e gjyqeve. Dhe si përfundim, në 2021 për këtë kallëzimin e këtij, për këtë deklarimin e zotnisë në fjalë, unë bëra gjyq penal. E çova në prokurori. Më thanë që nuk po bën me fjalë çështje penale. Hodha prokurorin gjyq, e fitova, prokurori ja bëri veprimet dhe u dënua me 18 burg ose 16 muaj shërbim prove me që ishte moshë madhore. Tash zotnia është ankimuar në apel, ka 5 vjet që nuk po bëhet. Dhe në 2021 po për të gjë që është dënuar, i kam bërë vetë deklarimin të si atë që nuk ka lidhje me pronën ku ndodhet dyqani im. Dhe ka bërë shpalljen dhe i kanë dhënë vendimin me fjalë për kështu dhe po mundohet tani që janë zgjedhje ta regjistrojnë një hipotekë. I kam bërë pa mbaruar apeli nuk e regjistron dot, kështu që pa merak. Nuk e regjistron dot, pa mbaruar gjyqi penal. Po jo, se po nuk i kanë ata, nuk i paraqit ai ato. Se gjasme është pronë tjetër kjo. S'ka lidhje, po pa mbaruar gjyqi i dashur nuk mund të veproj as institucion, sepse i bie që të jetë në konflikt me veten pastaj dhe nuk besoj që ka ndokush që mban përgjegjësi për raste të tilla, pastaj kaq të rëndë. Faleminderit, po vjen vërdall aty me fjalë. E di, ky është shqetësim tjetër, por që nuk mund të. Shkova me gjithë avokatin. Po nuk po më kthejni kam çu dhe shkresat me pas. E di, dashur, problemi që është proces gjyqësor dhe ne nuk ndërhyjm dot, kështu që nuk mund bëj veprime as institucion pa mbaruar ky. Ku shkoj më të vit tjetër me qira dhe pronën dhe ta legalizoj. Mi qira kam 10 vjet pa marrë. Kjo vetëm është shtytjet, nuk funksionon asnjë gjë, nuk e di. E kuptova, po kështu në këtë situatë. Faleminderit edhe ju e dashur për telefonatën, ditë të mbarë. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo?
Kemi lënë? Po. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Desha të pyetun... Ule zërin e televizorit, të lutem. Po, për momentin. Kam dalë në pension ka një muaj e pak, por nuk kam përgjigje. Kam 27 vite i kam vetëm siguracione private. Bujqësor. Po, s'ka problem, i ke vitet. Po, e vitet mu që kam 35 vjetë e 4 muaj kom me u. Sa mund të ndalin një pensioni për ju? A këtë nuk e dinë, nuk e marr asnjëherë përsi për të ta them të se është problema jo pastaj. Mirë. Përshëndes shumë, faleminderit dashur. Po, patjetër, po. Gruaja Vasorja ka me të kohë me dalë pension. Ta si me ligjën e një që ka dalë, ajo ka vitet e punë ati ku ka qenë vajzë. Po. Si më nëvërohet për t'i marrë vitet e punë sa dje? Në Albania, nuk ka nevojë të shkojë atje. Jo, nuk ka vitet e punë, aty dhe mani ka, po i kanë humbër, që s'ka si gjahë atje. Po si nuk ka, kush i ka thënë që i kanë humbur? Po i kanë humbur, se i kena kontrollu, kanë humbur dhe fare. Ku ka punuar, the zonja? Zonja ka punuar në bujqësi. Çfarë moshe ka tani? Tash është 61. E ka plotësuar moshën për pension? Jo, ka dhe një vit. Po, ka dhe një vit, ka kohë sa të duash dhe këto vite që nuk i llogariten në rast se ka punuar, do t'i njihen përmes këtij ligjit që është miratuar së fundi. Në rast se ka punu ka e pas si i del emri kërkof. Në rregull, s'ka gjë, do t'i llogariten përmes këtij ligjit që është miratuar ka pak kohë. Dakor? I merr me dokument që merr nga vajzëria që ka atje. Mos u shqetëso fare për këtë gjë sepse është miratuar ligji, mirë? Faleminderit. Përshëndes, faleminderit edhe ty. Për telefonatën, gjithë të mirat, shkojmë me tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Kesh larguar. Mirë. 8:13 orë. Presim për telefonat tjetër. Si për herë, në ndërmoj që sapo i lanë shumë pak më herët. Mirëmëngjes. O, Dimitria. Mirë. Nga Korça, s'asim. Po, Korça. Jam i pensionist, edhe në kemp, kam dalë. Ta si drita s'paguem, uj s'paguem, gruaja pa punesh me diabet 60 vjetë. Më takojnë apo s'takojnë këto? Drita uj. Kompensimi? Po. Në rast se jeni të dy në pension, po. Po, në pension, vajta aplikova nuk takojnë, më thanë. Pse? Në sigurim më thanë nuk takojnë. Po pse pra? A ke vite pune? Ku e diu? Ule zërin e televizorit, po ku e diu? A ke punuar gjatë jetës i dashur? Ule zërin e televizorit edhe një herë. Po. Ule mo? Nuk që takojnë më thanë atje, kam aplikuar. Zotri, a ke vite pune? Gruaja. Ti, jo gruaja. Po, unë kam dalë edhe... Apo këtë më thuaj, po pse thua unë kam aplikuar, më thonë s'takoj, gruaja ka aplikuar? Kam aplikuar për gruan... Po s'aplikon ti për gruan, më aplikon vetë gruaja për pension. Po dakor, po për dritat kam aplikuar. Çfarë moshe është zonja, zotri? Aja s'me da si në gjeja, Jo, nuk të takonin të ruar, duhet jeni të dy në pension. Po është me diabet, shpunon një gjikundi. Nuk të takon, duhet jeni të dy në pensionin të ruar. Dakor, po kështu, si takon gjë nga... që është me diabet. Çfarë? Në ndihmë ekonomike gjë. Ndihma ekonomike ndëruar nuk ka lidhje me diabetin, ndihma ekonomike është për ata të cilët i kanë të ardhurat zero në familje, nuk është nuk ka lidhje me sëmundjet, më kupton? Me sëmundjet janë pagesat e invaliditetit, ndihmave të tjera sociale, por jo me ndihmën ekonomike. Faleminderit, nderuar. Falenderoj shumë edhe ty për telefonatën. Presim tjetër, 8:15 ora. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Urdhërozoj. Kam sjell ato dokumentet për legalizimin e shtëpisë që më ndore dhe ka edhe ajo përgjigje që ta kam dërguar Messenger. Ku ma ke dërguar zoj? Po pse ke pritur ka gjatë pastaj që të më marrësh? Jo, është përgjigje edhe erdhën që bën automate. Me emër, ku ma ke nisur që ta shoh? Ku ma ke nisur që ta shoh zoj? Ku ma ke nisur? Musa Çorollari, është Armando Çorollari, Messenger.
Një sekund. Një sekund. Armando kush? Çollari. Musa Çollari. Po kush ma ka nisur zoj nga Messengeri? Im shoq, Musa. Musa? Çollari the? Se s'më del mua. Çollari. Mua nuk më del. Një sekund. Po ta sjell prap tash, lutem? Po, mirë do ishte në fakt. Ma dërgo. Ose më shkruaj një mesazh se aty duhet jetë, patjetër. Okej. Se me këtë emër nuk më del, ndoshta e ke nisur nga një adresë tjetër, po ma shkruaj, s'ka gjë. Dakor? Faleminderit ty. Mos harro, ha? Faleminderit edhe një herë. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje, Klodi. Shëndetje. Në rast parë, Klodi, duhet të uroj ekipin kombëtar për ndeshjen që bëri mbrëm. Po. Sepse kjo ishte ndeshja jonë, se me Anglinë ishte tjetër ndeshje, po. Ndeshja jonë ishte kjo. E dita, Klodi, të pyesja për këta kategorinë të verë për marrin të bonusin e marsit. Nëse paguar nga bashkia, po. Nëse paguar nga sigurimet, po, ndjes. Se di se nga paguan, po neve të dhjetorit janë marrë. Ishte tjetër gjë, nuk është njësoj. Nuk janë përfshirë gjitha kategoritë e dhjetorit. Më kupton? Po, të kuptova. Kështu. Falenderoj shumë nëse s'ke diçka tjetër. Të falenderoj edhe unë, jo, s'kam tjetër përshëndetje. Ditë mbar i nderuar. Jemi në fundin e pjesës 3 në komunikim me ju. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dashur. Jam një qytetare nga Vlora që kam marrë para disa ditësh. Po. Për aplikimin e certifikatës së shtëpisë. Po. Ta kam dërguar atë për tekstimin në Messenger. Suzana Nebiu. Suzana Nebiu. Po. Se më duke se kam parë. E ke parë? Po. Po ja, të presim përgjigje, Suzana. Ka ardhur akoma. Jo. Të kam shkruar. Shumë falenderoj. Merak, do të kontaktoj vetë? Po. Mirë dashur. Falenderoj ty për telefonatën. Vlora e bukur. Hajde, ju pash. Faleminderit. Ciao. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Kërë flas? Klodi. Klodi ti e? Po. Mirë je, Klodi? Mirë, shpirë, si e ti? Mirë. Desha të pjesë një për në prill. Ka ndërmer në intencion me ngrihet? Po nuk është të një deri tani. Po sikur e këshin dëgjuar që do ngrihet pensionin në prill. Jo. Unë nuk e kam dëgjuar. Ti ke dëgjuar? Jo, tash. Të shpresoj. Pse jo, mirë do ishte për të gjithë. Për të gjithë. Mirë. Rofsh, Klodi, të vazhë të mbash. Asgjë të lutem. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Okej, presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Po. Urdhroni. Alo. Do flisni apo jo? Ka shtyp për butonin e thirrjes. 2 herë. S'ka problem. Do na marr sërish pas pak. Jemi në fundin e pjesës 3, 8:20 orë. Për gati një orë në komunikim me ju në 068 60 54 639 068 99 00008. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë si jeni? Urdo? Nuk të dëgjoj. Nuk të dëgjoj fare, lëviz pak nga aty ku je se s'ke val.
Alo? Ule zërin e televizorit dhe lëviz pak nga aty ku je, të lutem. Jam interesuar për një certifikat martese. Kemi bërë kërkesën tek Albania, por sa kanë këty përgjigje sikur rezulton nipi beqar. Dërkohë nipi është i martuar. Po. Bëni një kërkesë të gjendja civile nderuar me post. Dërgojeni edhe certifikatën personale të nipit, bashkangjitur kërkesës dhe bëhen rifreskimet. Faleminderit. Lutem, faleminderit ty për telefonatën. Ditë mbar. Të paktën disa raste kështu janë adresuar dhe më pas zgjidhur në këto kushte. Okej, mirëmëngjes. Alo. Urdhëro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kisha një problem dhe aty pyes. Po. Unë jam i pensionist, kam dalë në pension, por kena pas punu në aktor një njerë. Kena morë trajtis veçantë para koshëm. Po. Kena punuar. Në vitin 2020 janë falur detyrimet, janë falur gjitha të borxhet. Po. Tani unë kam punuar, mrakma kam punuar në shtetë. Edhe tani kur dalë në pension pleqërie, po. Këto vite që ke morë lekët, se fa këto vite që i mërshim në këto lekët, sa unë njëshin e vite pune. Këto vite dhe imi njerës. Po. Me që i përshëm para koshëm, unë njëshin e vite pune. Tani thot, me qanë se janë falur ato, ty as këto së të njëfen vite pune, të mi njerës, po as to që ke punu në shtetë së njëfen vite pune. Si as ato në shtetë, çdo më thënë, shiko, pagesa nuk njihet për vite puna. Pagesa që je trajtuar pension parakosh ose pagese e parakoshme, le të themi. Po në atë kohë kam punuar, në atë kohë kam punuar. Ku ke punuar? Në polici. Po të llogaritet kjo pjesë. Po ato thonë llogaritet. Po pse? Po thot ti ke morë pensionin, ke morë lekët e pensionit minatorit, dhe as ato se niven për vite, po ato... ke marrë pension, po, sakt, po. Dëgjoj pak i nderuar. Po, ashtu është se, dëgjoj, në rast se dikush në çfarë do lloj pensioni të jetë, qoftë në pension të parakoshëm, qoftë në pension sipas moshës ligjore, në rast se punon dhe merr pensionin, nuk i njihen këto vite për efekt pune, për efekt pensioni. Në rast se heq dorë nga pensioni, qoftë ky edhe i parakoshëm, dhe punon, këto vite llogaritet madje me një shtesë për 6% çdo vit, në rast se plotëson dhe kushtet e tjera. Por nëse e ke marrë dhe pensionin dhe pagesën e rrogës që ke punuar, Jo, unë e kam marrë këto pasi me dalë pension brigjerie. Edhe një herë, po pra pikërisht, në rast se ke marrë pensionin e parakoshëm dhe rrogën, nuk të njihet kjo periudhë për efekt pensioni. Po s'do të njihet ajo suplimenti për pension brigjerie, po kjo që kam punuar pse mos njihet? E gjitha i nderuar. Kështu e ka ligji. Po. Ti je i sigurt për këtë? Ti e di më mirë se unë. Po, është gjithë mirat. Është shumë e sigurt. Faleminderit, respekt. Faleminderit edhe ty për telefonat. Do shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Shlargu. Po, tani. Mirëmëngjesi. Alo. Urdhëro. Po Klodi Devjes. Mirëmëngjes. Do të di, ata që kanë dalë në pension para 14 se do i shikojnë dhe pension po jo. Edhe një herë të lutem, nuk të dëgjova. Kush ka dalë para 14 në pension do i shikojnë dhe para apo jo? Kush ka dalë në pension të parakoshëm? Para 14-s. Edhe një herë, se nuk të dëgjoj mirë. Kush ka dalë në pension para 1914-s. Jo, nuk ka rishikim pensioni ndëruar pa bërë kërkesë vetë. Ashtu, interesuari. Po, në rast se ju mendoni që është llogaritur gabim pensioni, mund të bëni kërkesë për ta rishqyrtuar. Edhe kam një propozim kështu, atë 1000 lekë që me televizionin shqiptar, duhet ja u kalojnë juve, se nuk e meritojnë ata. Okej. E meriton ti. Themi në studio në 20 minutat e fundit të programit për ditën e sotme ora 8:30. Fijon komunikim me ju, mirëmëngjes telefonata. Alo? Alo, përshëndetje Klod Karak. Përshëndetje zë. Dua të pyes, jam një zonjë nga Korça, janë 61 vjet, marr një asistencë sociale, mundet të më njihen për vite pune? Asistenta sociale? Jo, asistencë kështu që
jemi fukarin, kështu nuk jemi të pasur. Jo, nuk llogaritet ajo e dashur për efekt pensioni. Mirë, faleminderit. Lutem, falenderoj edhe ty për telefonatën. Ditë mbar. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. 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 Flas nga Vlora. Po. Edhe doja t'ju pyesja nëse keni patur mundësi që të merrni ndonjë përgjigje për llambi Sotirianka. Rashëkoja Vlorë. Jo, e kam një serim, por është duke punuar për ta nxjerrë si dokument. Okej, shumë faleminderit. Lutem shumë asgjë. Edhe për ju. Edhe për ju. Faleminderit. Për telefonatën shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Urdhë. Mirëmëngjesni. Mirëmëngjes. Klodi desha t'u pyes për diçka. Po. Kam certifikatën e shtëpisë. E kam marrë që nga para 20 vjetësh. Po. Mirë, po nga mos kujdesja, se kam timin e kam të njeriu tim. Nga mos kujdesja e ka humbur. Asgjë, do bëj thjesht. Po, më thuaj. Kemi vajtur të herë Albania aty, kemi aplikuar, se çfarë na nxjerr ca thënie të tjera, aty mbi shkrimet të tjera. Po çfarë ju thotë se më duhet ta di? Duhet merrni këto harta, ku diun se çfarë thotë. Po merrni ato që ju duhen edhe aplikohet, nuk është problem, del prapa ajo. Në rast se nuk I kuptoni ato se çfarë kërkohet, thjesht do shkoni në një noter që ai I di dhe kaq. Duhet të shkojmë te noteri dhe I shpjegoni. Po patjetër që po. Shumë faleminderit. Asgjë fare, të lutem, faleminderit edhe ty. Presim tjetër, telefonues, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëro. Klodi Sveni. Të lutem të bëj një pyetje lidhur me mamin. Patjetër. Mami ka lindur në mars të vitit 1962. Ka 42 vite punë. Bukur. Dhe është aktualisht në punë. Punon infermier në një nga rrethet e Shqipërisë. Okej. Dhe ideja është që vazhdon punon akoma dhe licencën për të punuar e ka deri në qershor të këtij viti. Kërkesën që ka për spitali për të punuar. Duhet të qëndrojë akoma dhe kur duhet të dilte në pension? Shiko, e kujtoj se kur I ka bërë 61 vjeçë? 61 I ka bërë para 2 viteve. 63 bën tani. Shiko, është mosh pensionit në çdo moment tani. Ka përfituar 6% për çdo vit që ka qëndruar më shumë? Që I bie ka po. Patjetër. Për çdo vit që ka punuar, për çdo vit, për 2 vite. Për 2 vite ka fituar. Po për 2 vite 0.5% në muaj ose 6% në vit, sepse ajo ka më shumë se sa maksimalja e viteve që duhen për të dalë në pension, që është tavani, po themi, ëh. Ka 40 vite pa këto të tjerat. Po 42 po. Po 42, pra pa këto 2 vite janë 40 momentin në kohën e daljes në pension për shkak të moshës ligjore të nënës, ajo ka pasur 40 vite, kështu që është maksimalja që duhet për të llogaritur dhe me 6% për çdo vit punë e shtesë, sepse nëse ke 20 vite punë, po themi, ose 15, dhe punon pas pensionit, nuk të llogaritet me 6%. Të llogaritet si periudhë normale e sigurimit. Por duke qenë se nëna juaj ka shumë vite, ka kaluar dhe maksimalin e tavanit, do I shtohen 6% për këto 2 vitet e fundit që ka punuar. Do të thënë, nëse ne vazhdojmë të qëndrojmë mami akoma në punë, do të vazhdojmë akoma e njëjta gjë. Më thash më mirë të qëndrojë në punë se sa të dalin në pension. Po janë llogari që I bën secili vet, pastaj më kupton edhe. Është po ka goxha. Nuk e merr pensionin nëna, ha? Jo, nuk e merr pensionin, vetëm pagën. Me qershori mbaron në licenca që spitali ka për kërkesën, duke që kam pasur pozicione vakante dhe ka qëndruar si infermiere. Tani do duhet të bëjmë një kërkesë tjetër ne për të qëndruar akoma për të vazhduar? Po nëse ja u kërkojmë po, nëse jo mos e bëni. Okej. Faleminderit. Faleminderit. Edhe ju ditë mbar. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje dhe urime për emisionin. Faleminderit. Klodi, desha një informacion të lutem mbi bursat e shkollave. Po, e di pak a shumë problematikën. Po, më thuaj. Po, sepse ka kohë që presim që të dalë, domethënë akoma ne s'kemi përfunduar me bursat e vitit të kaluar. E di, ne na thanë që do shpërndahen gjatë muajit mars, dashur marsi po ikën, por gjithsesi presim edhe pak ditë. Të shohim se sa do.
Mirë. Okej, shpresojmë. Faleminderit. Shpresojmë, patjetër. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Do të shkojmë tjetër. Mirëmëngjesi. Më lidhni po deshë, thënë. Alo. Urdhëro. Urdhëroni juve. A je 24? Jo. Kush jeni në telefon? Ule zërin televizorit dhe e kupton vetë. Po ja, kjo si po flet të televizor, apo ja? Ule zërin televizorit. Iki me tjetër. Në këto 15 minutat fundit. Alo? Kemi lënë? Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Uleni zërin e televizorit, ju lutem zonjë. Okej. Faleminderit. Tani kam pas Slovenia kemi pas problemin e kësaj që neve t'i dalim 70 vjetë në pension, ky pension i 70 vjetë, edhe kam pas bën një kërkesë, jo kërkesë, po kam bën këto, me median tuaj që flas me juve. Çfarë kërkese? Po këto që na e juve në të parlamentit kemi bën kështu që ose na dëgjon ajo zonja Elisa Spiropali, ajo kryetaria e kuvendit. Edhe na bën se ka 30 vjet që është kjo në fuqi të ligj, ka 30 vjet që është ky ligj që veç kur bën 70 vjet që japin një pension, ose të kanë të besuracione, që janë pa pension të besuracione. Edhe nëse na dëgjon si t'ja bëjmë neve, si veprojmë neve që ta marrim vesh që na bëjnë na gjonë neve për neve që s'kena pension. Ne kemi hallën që na bëjnë edhe neve si ne kemi muhabeti janë që të bëjnë, na bëjnë me këta pensionistë. Që dalin si na moshën e pensionistave. Am kupton? Qartë, kuptoj. Edhe tani si veprojmë neve. Këto s'po dëgjova, më bëjnë të irje të saj, marrë në telefon ju dhe i bëjnë të irje për asë një gjonë, më të pashtë, asë një zgjidhe së më bënë. Ka 30 vjetë kë ligj që është, në përti. Që është në edhe 70 vjetë, po të bëjnë edhe neve të është si pensionistëve. Mirë do ishte. A si të bëjnë, vetëm kështu, të bëjnë a kërkesë. Po mund të bësh, po besoj që vetëm tu inshallah na dëgjon më ajo. Po shpresojmë se jo. Urna inshallah do zoti na dëgjon ajo Elisa Spiropali, kryetaria e kuvendit. Na bën na animon. Na jep na një. Të shpresojmë. Faleminderit e dashur. Faleminderit shumë për telefonatën. Edhe për ju, shumë faleminderit edhe ju. Shumë faleminderit edhe një herë. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhroni. Jam një pavë për punë dhe ma një ndihmë sociale nga bashkia. Mund në qua për vitë e punë e këto? Jo, absolutisht jo. Nuk qua? Jo. Nuk vjen se ti nuk derdh kontribute për të? Jo, nuk derdh. Po pra, jo, nuk llogariten. Të falenderoj. Faleminderit ty për telefonatën. Ti të mbar, shkoj me tjetër. Mirëmëngjesi. Në 10 minutat e fundit jemi në fakt. Alo. Përshëndetje. Po. Nga Fieri ju marrim, kemi shumë gjëra, ju falenderoj juve televizione që pasqyroni diçka, po këta prapë vazhdojnë avazin që kur e shkruar demokracia në Shqipëri deri më sot. Po? Ministria e Financave që më tallë njerëzit, janë disa lekë që janë dhënë për persekutime dhe i kanë bërë me 7 keste, me 10 keste. Ata që kanë paguar nga 1 milion, nga 2 milion, i kanë marrë gjitha kestet për një herë. Janë ballafaquar disa herë me ata atje, pa ata në mënyrë sa për t'i larguar, plus kanë gjerë një email atje, thotë shkronin këtë email. I shkrujmë në email, edhe i shkrujmë në email, bile i kemi marrë edhe në telefon, ja këtë muaj do japim, edhe kanë plot 10 vjeta, 15 vjetë që vetëm talën me njerëzit. Po. E dyta, kështu dhe komisioni këtimi toka, e masi kam shkuar unë atje,
dhe i kam ledhur të gjitha ata më të mëdhejt, duke përjashtuar edhe drejtorin edhe nëndrejtorin, thonë që ka kaluar afati shqyrtimit. Mas i bëm debate, i thash, nga kush ka kaluar afati shqyrtimit? Ne kemi fajt, po jo, duhet të aprovoj parlamenti. I shkruaj parlamentit edhe nuk është aprovuar tani ligji për shtytjen e këtyre dhe kështu vazhdojnë. Korrupsioni tjetër më i fortë. Ju për shembull nuk e di, a jeni familjar as qeni familjar. Si mund t'jepni ju 300.000 lek a 500.000 lek për të marrë një patent vdekje për djalin tuaj pa bërë kurs. Kjo ka qenë Partinë Demokratike dhe vazhdojnë. Drejtorat që kanë qenë tani janë bërë deputeta që kanë qenë këtij institucioni, po flas për rrezin e Fierit. Po, dakor, po. Prandaj Partia Demokratike është e marruar. Po të çlidhje kam. Në një hall, zotrin, në një hall ke se ne jemi për tjetër gjë këtu. Po, hall tjetër, a ka hall më tjetër, të vesh ta qosh makinën ti atje, edhe të vesh 30.000 lek në sipër Kroskot, që ta marrësh kolidimin. A ka hall më i keq? Po dëgjoj pak, nuk ta bën partia këtë vëlla, ta bën mendja jote. Kur them jote, jo e jotja drejt për drejt, po e atij që e bën këtë gjë. Se në rast se ti thua që po vendos rripin e sigurimit se kam policë përpara, këtu në qafë pa ç'veten vëlla. A ka një drejtor në atë institucion, kam shkuar me makinë shumë të rregullt, jo po ke këtë, jo po ka atë, mbasi brodhat gjithë servisat e tjerit, ta këtu një makinë me timon kratë kundët, po t'jap 100.000 lek ta e atë lehet. Po mi dakord, po kjo s'ka lidhje, oj dashur, po s'ka lidhje me partinë kjo, më i nderuar. Më kupton, unë këtë po përpiqem. Kjo nuk ka lidhje me partinë, se kjo gjë do jetë gjithmonë kështu. Kur çdo parti të vinë në pushtet, raste të tilla do ekzistojnë apo jo? Po do ekzistojnë, po që i korruptuar drejtori edhe ministri, këta të tjerët janë varësit e tij, këta do bëjnë si thot ai. Po, unë mendoj që njerëzit në radhë parë duhet të ndërgjegjsojnë vetë dhe mos e shikojnë kur nuk u punon pedali i frenave, mos lënë 20.000 lek në Kroskot, po të harxojnë 50.000 lek të vendosin ferrotat. Po jo, po. Ja, kjo është mendja. Po kjo është mendja, në qafë paçin veten ata që e bëjnë këtë i dashur. Ore qafë paçin veten, po ata për çaj kemi vënë ne ata. Po mirë, nëse pretendoj që ta gjejmë zgjidhjen këtu, okay, dakor. Do të dalin, do të bëja korpacira dhe bëjnë. Jo, fëmia im nuk del në fakt, po dhe fëmia i atyre që janë të përgjegjshëm nuk dalin, as fëmia jote as fëmia im. Faleminderit i nderuar, shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Tani. Alo. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ule zërin televizorit, lutem. Mirëmëngjesi. Nga Fieri ju flasim. Po duhet të ulësh zërin televizorit, do? E ulëm dhe i fund, Klodi. Po më thuaj. Përshëndetje një. Përshëndetje. Janë një person nga Fieri në gusht 65 vjeç. Mi po vata për të nxjerrë ato të pensionit. Më kanë nxjerrë kooperativës. Më kanë nxjerrë sigurimi që kanë nderu ca kontribut. Mi po nuk kanë nxjerrë ushtrin. Kanë qenë 6 vite në ushtri, nuk më kanë nxjerrë ushtrin. Edhe më thonë që do vi ligji. Qa ligji presun? Jo, ti do bësh, nuk e çfarë pret, po do bësh një kërkesë te Ministria e Mbrojtjes, nëse nuk e ke bërë. Por vëlla, se jemi shumë këtu nga zona jonë dhe kam bërë kërkesë dhe nuk u ka kthyer përgjigje. Çfarë? Jo, përgjigje kthehet. Po, ai juristi më thotë më bëj me gjyq. Çfarë ta bëj me gjyqun kur me gjyq se dal kanë ato dhe këtu nuk dal kanë. Jo, nuk ja vlen me gjyqin, se sa do përfitosh. Edhe në rast se më thotë që përse do dalë ligji. S'ka ligj për këtë. Unë dal në gusht për të dalë Unë nuk di që të ketë ndonjë draft apo ndonjë iniciativë ligjore për këtë. Nderuar, e vetmja që di unë është kërkesa për llogaritje, kërkesa për te Ministria e Mbrojtjes tash për llogaritje. I bën një letër, ja çon ministrisë dhe ata të kthejnë përgjigje dhe në të gjitha rastet në informacionet që unë kam janë kthyer përgjigje për këtë. Kjo ku bëhet? E Albania apo në postë? Jo, bëj me postë, me letër, me shkrim. Edhe dërgon përmes postës. Dakor? Je nderuar. Faleminderit për telefonatën. Faleminderit ju. Zgjidhet edhe kjo. Shkojmë me tjetër.
Mirëmëngjesi. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhra. Jam një qytetar nga Vlora, kam të por edhe disa ditë më para. Për një çështje certifikat tokash. Edhe nuk kam marrë përgjigje as nga juve. Po cili rasti jeni, se unë nuk i mbaj mend nga zëri? Si Zykaj. Ku mi ke nisur dokumentet? Ja kam dërguar Klodit. Ku? Aty tek ky numër. E WhatsApp-i tek ky numër. Te numrat që janë në ekran? Po. Jo, nuk ka WhatsApp aty ndërruar. Mi jep numrin tënd të telefonit. Se ta kam dhënë me ke 3 të fundit sa janë? 680 të fund. 680. Në fund, Po jo, më. Nuk më ke nisur gjë ndërruar. Ma jep të plot dhe njërë? 069 Po 20 22 22 apo 22? 22. Po, 22-sha. 22-sha. 680. Po ti nuk ke WhatsApp të ky numër, si mi ke nisur në WhatsApp? Po, jo i kam të dërguar të ky numër, thash, pa WhatsApp, të ky numër. Po si vit nuk... numri i Klodit, të ky numër që... Po nuk vin ashtu, të cili numër? Po unë nuk e di numrin e WhatsApp-it tuaj. Po ti s'ke WhatsApp të ky numri që më dhe? Jo, kam një numër tjetër në WhatsApp. Më jep atë tjetrin? Të WhatsApp-it? Po. Po, unë zhidhen që ka tjeti. Jebi? Po, ja një sekund. Në tuaj? Në ku? Aty. 069 Dëgjon? 0? 69 Po. 25 22 22 Po. 179. 179. Okej. Tasho? Po, këtu ke. Këtu kam. Këtu ke. Të përshëndes. Ros, faleminderit. Gjithë të mirat. Mund të flas me Klodin apo do të telefoni ju? Unë jam Klodi, me Klodi ke folur deri tani nderuar. Faleminderit aty Klodi. Asgjë fare. Faleminderit. Qofshin nderuar. Faleminderit për telefonatën. Shkoj me tjetër, ndoshta e fundit për sot. Alo. Mirëmëngjesi Klodi. Mirëmëngjesi. Je ditë mbar. Edhe për juve. Jam ai personi na Selita që kam atë punën e shtëpis. Cili rast? Po atë që ja kam kaluar atë me 522 në fund. I kam kaluar certifikatën atë çunit. 522. Po. Prit më ta shohim. E pas ke ndezur blokazhin? E po ndeza se qëndrova prandaj. Po jo, e kam çuar që në 18. Një sekond, prit. Po jo, më Jo, prit pak, një sekond. Po, atë ditë që ma çove të kërkova të pas përgjigjes që kishe marrë. Po. Po pra, po, 5 ditë ka. Jo, mirë, unë të mora me që ishte... Mos u shqetëso fare, mos u shqetëso fare, dakor? Mirë, falenderoj shumë. Faleminderit ty për telefonatën. Kemi tjetër? Akoma. Alo. Mirëmëngjesi. Alo. Flisni ju lutem. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, kënd. Mirëmëngjesi. Ja një qytetar. Po ule zërin televizorit se jemi edhe vonë me kohën, ë? Ja, ula fare. Mirë, po. Më kam një besën time të në djalit e të kem. Po? Edhe ajo kam plëtu nëse atë temin e ka shërbyse. Po? Po, më thonë që nuk i takon vite pune nusës. Ajo po bërë gati 22-3 vjetë. Jo, ajo që i shërben jo, nuk i takon.
Nëse i takon në rast se është tetraplegjik apo paraplegjik personi që i shërben. Vetëm në këtë rast. E jam ai shërben asaj. Po pra, po nëse personi është tetraplegjik ose paraplegjik, i llogaritën kujdestari, në të kundërt jo. Kësaj nuk i llogaritën dhe? Jo. Ja, për këtë të mora unë. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Gjithë të mira. Ishte gjithçka për sot, faleminderit që na ndoqët dhe u bët pjesë, takojmë gjatë ditës lajme dhe nesër në program. Ditë bukur.